Real Madridi mbylli 2 transferime brenda ditës, synohet i treti. Klubi mbretëror thuhet se ka përfunduar marrëveshjet me 2 lojtarë të rinj si transferimet e para të verës. I pari është qendërmbrojtësi Ibrahima Konate, i cili vjen si transferim i lirë pas përfundimit të kontratës me Liverpoolin. Me francezin, Los Blancos ka një marrëveshje personale për një kontratë 4 vjeçare me mundësi vazhdimi edhe për një vit tjetër. Transferimi i dytë është ai i mbrojtësit të djathtë Denzel Dumfries, i cili do të vijë nga Interi për 20 milion euro, aq sa kushton klauzola e lirimit të tij. Me holandezin, drejtuesit e Real Madridit thuhet se kanë arritur një marrëveshje 3 vjeçare. Emri më i ri në listën e përforcimeve të Real Madridit është mesfushori argjentinas Alexis McAllister, i cili pëlqejet shumë nga Jose Mourinho. Çmimi i yllit të Liverpoolit vlerësohet të jetë 80 milion euro dhe transferimi i tij do të jetë më i lehtë se sa ai i emrave si Vitinha, Joao Neves apo Enzo Fernandez. Për këtë dhe lajme tjera interesante rreth futbollit ndërkombëtar, vizitoni portalin telegrafi.com.